emision mundësohet nga Mirëmbrëma dhe mirë se vinin Star Kids, një emision ku kryefjalë janë fëmijët, me energjinë, natyrshmërinë dhe çënërit vetvetja. Jam shumë e lumtur që jam javë pas jave midis fëmijëve kaq të mirë dhe du të bëj një falënderim tepër të veçantë dhe special për gjithë miqtë tanë vegjël, familjarët e tyne, prindërit dhe gjyshërit që na ndjekin javë pas jave, duke na përkrahur me dashamirësinë dhe mbështetjen tuaj. Fëmijët janë si pranvera, plot dritë, gjallëni e ngjyra, plot energji. E ne këtu në studion ton kena fatin që me marrë nga energjia atyne pozitive çdo të mërkure. E uroj ta përçojmë këtë energji edhe në familjet tuaja. Përpara se të nisim me prezantimin e gazetarëve të vegjël për zgjedhur për sonte, du të ftoj dy miqtë e mi sepse pa ta nuk ecë emisioni Star Kids. I mirëpresim energjik të Star Kidsit, Onesa dhe Noeli. Mirëmbrëma dy miqtë e mi, e mirë se në studio. Mirëmbrëma e mirë se të gjithme. Ne jena në përfundimin e shkollës pak a shumë, apo jo? Po, e vërtet. Po më tregoni njerë si jeni me nota deri tash se s'ju kam pyet. Shkolla është diçka që ne nuk e lajmë mbrapa kurrë, absolutisht. Edhe pse ndoshta mund duket që ne kena shumë angazhime, bëjmë emision, bëjmë aktivitete të tjera, shkolla është gjithmonë e para dhe unë dhe Onesa kena rezultate të shkëlqyme në shkollë. Jam shumë krenare për të dy ju. Po ndoshta më burrë, se. E vërtet, Noel, shqyqër që kena rezultatet mira, besoj se dhe fëmijët e kastit sigurisht që kena ekselenta dhe shkolla ka shku shumë mirë, me shok, me shoqet, me mësusat, një gjë mrekullueshme. Mba, shumë qefi. Se deri diku jena pak të mërzitur që po mbaron, por që na duhen pak pushime këtë verë. Vërtet. Nisim e njerë me prezantimin e kastit që vin nga shkolla Ismail Qemali. Kësa jave prezantimin e kastit ja kam besu Onesis edhe Noelit. Nisim. Faleminderit. Kasti është janë fëmijë të mrekullueshëm, qysh plot energji kena sante. Po rrin pak urt se ende nuk I keni pa mirë. Dhe për t'i shoqëruar me Eduard Rokitje, Erni Meça, Arja Lika, Ajra Gjyli, Artur Mazi, Ambri Hamiti, Amel Bushati, Kejsi Strinici, Ederin Duraj, Rona Bleta dhe Alea Zaganjore. Mirë se na ardhët në Star Kids. Uroj t'ju bëjmë mundi mirë dhe t'na jepni nga energjia juaj që ishte para se me nis emisionin. E di mirë. Po t'ja bëjmë pyetje, a jeni tullni mirë? Nuk du me hub kohë dhe du të ftoj pranë meje një koleg temin, një artist shkodran, aktor I teatrit mi gjeni, Nikolin Fërketa. Mirëmbrëma. Niko, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Mirëmbrëma. Niko, kënaqësi që të kem sonte një intervistë. Një intervistë ndryshe për ty, apo jo? Nuk e di nëse ke emocione, nuk mujtë me bisedu shumë bashk, por... Dhe me thonë, për mua është hera e parë që marrë pjesë në një emision me fëmijë. Me fëmijë, se ne zakonisht ti e di shumë mirë që artin e kena nisë që fëmijë, kështu që ne në arrit në skenë, por që t'jesh përballë fëmijëve kaq të mrekullueshëm, sigurisht që kjo është një kënaqësi në veti. Mba shumë qefi. E di që do e superosh shumë mirë intervistën, sepse tashmë je mësuar me fëmijët, sepse ke një vajzë shumë bukur e të vogël, apo jo? Po. Ne do nisim me njëherë me pyetjet e kastit. Kush do me nisi pari? Rona? Presim mikrofonin. Pse t'ka pëlqyer të bëhesh aktor? Pasionet tona që fëmijë dikur kanë për artin, për teatrin, por edhe ushqyerja në familje që ka kanë që prej babs që na ka ushqy teatrin që fëmijë.
Edhe kështu që pasioni është një gjë që nuk lën rahat, të gërryn shpirtin, kështu që prandaj është ajo që kena ndjek rrugën e artit. Maj mend dikur, pa fillu Akademinë e Arteve, unë punosha në një fabrikë fasonerie këtu, edhe kur marrosha punën 8 orë, nuk shkosha në shtëpi për më hangër bukë, ekziston edhe sot teatri Ilja i Kumit, edhe shkoshme aty, bashim provat aty. Kështu që, dhe me thonë, drekën e hashim darkë, kështu që pasioni është gjithmonë që të manë lidhë. Edhe të lidhë. Më falë, më duk se the punoshe në fasoneri? Po. Një djalë që me të vërtet i ka ekzistu arti, por puna... Unë e kam nisë punën 15 vjeç, kam punu hamall. Kështu kjo ka kënë fillesat e mia. Kam punu hamall, kam punu zdrokthar, kam punu marangos, kamarier, banakjer, i kam bërë gjitha punët. Super zuke. I gjithonshëm. Artistat, si fillim janë njerëz, apo jo Niko? Kështu që jo vetëm arti është ajo që na pasqyron ne artistave ose artistat, aktorë si Nikoja. Kështu që Nikoja tregoi edhe një pjesë tien qenurit njërin rrallë parë, më vonë, aktor dhe artist, apo jo Niko? Po. Shiko, këto gjana, kur kalohen jetë, sigurisht që është që ta keni edhe ju për jetën e përditshme, kur të rriteni që bani ma të mëdhej, puna do t'ju mësoj se si me ecë ma përpara në jetë. Sepse nëse jeni një jetë rehat, nuk keni se si me ecë ma përpara. Vetëm kur të provoni vështërsit, atëherë do të kuptoni që duhet me hallë edhe një hap ma shumë për me mujt me kalu një vështërsi që ju pengon. Vjoj me pyetjet. Arja? Kuklla Arja. Ti më dukesh një djalë fisnik dhe i mençur, a është e vërtet që je ashtu? E rëndësishme në jetë është që ti jesh fisnik. Kurse me kanë i meshëm sigurisht që është prap një gjatë tjetër, por fisnikëria është ajo e cila e karakterizon një person. Kurse pjesa e mençurisë pastaj është futet krejt në një botë tjetër, kështu që faleminderit. Midis kukullave dhe princeshave, princave, unë sonte në studio kam një zonë. Apo jo? Një zonë shumë bukur, Amelin. Amel, do në epsh një pyetje? Në qoftë se nuk do të ishe bërë aktor, cili do të ishte pasioni tjetër? Pasione tjera. Gjithmonë kur isha fëmijë, kështu si puna juaj, herë thosha du më bë polic, herë thosha du më bë zjarrfiks, herë thosha du më bë doktor. Po pasioni tjetër ndoshta mund të kishte kanë ndoshta sporti. Kur kam kanë kështu sa jo gjithmonë në për këto rrugisat e Shkodrës, sidomos aty në Gjuadël, lushim futboll. Edhe unë rrisha gjithmonë portier. Më thoshin del në sulm, ban këtë banat, por gjithmonë qefi e mishte me ndajt portier. Kështu që nëse nuk do isha bë aktor, do isha bë portier. Okej. Le të kalojmë pak tek fillimi i karrierës tuaj. Unë e di se ju e keni filluar karrierën me aktorin e mirë njohur Alex Selmanin, pra babain e Fricit, që e përshëndesim Fricin sepse e kemi pasur dhe në emision. Dhe pyetja ime është se si është punosh krah ti? Unë maj mend, kam kanë 9 vjeç ose 10 vjeç, ka pas ekzistu dikur shtëpia e pionerit. Që ka kanë Qendra kulturore e fëmijëve. Atko është shujt, jo, që shtëpia e pionerit që ka kanë në Sarrëç, që sot është bë pallat. Po. Ajo shtëpi nuk ekziston më. Kështu që unë kam pas fatin për me i përjetu emocionet të hysh në një ambient të tillë, që për fatkeq nuk është më. Plus që kam pas fatin gjithashtu që të provoj edhe hapat e parë të emocionit, të lujtunit në skenë. Sigurisht, i ndjeri Alex Selmani ka kanë në profesorat e mi të parë. Po. Unë kam pas edhe shumë të tjera aty në kurs. Dhe maj mend që kanë disa shkalla, ka kanë një obor shumë i madh me një pus
që kanë pas këto shtëpiat e vjetra karakteristike shkodrane, ne i bashim humor, bashim varieté, bashim, po ma tepër ishte tek pjesa e varietes, e humorit, se sa tek pjesa e dramaturgjisë. Por emocionet e parë sigurisht që kanë kanë shumë të, s'po them shumë të mëdha se unë kam kanë fëmijë dhe nuk është se e kuptoshe shumë mirë se që dhe me thonë fjala emocion. Fjala emocion kuptohet vetëm kur del para spektatorit. Atëherë kupton se çfarë do të thotë emocioni. Energjiku i studios, Erni. Nikolin, ti për shkurt e ke emrin Niko apo Linen? Mu zakonisht më thrasin Niko. Po, Lini, s'është në e herë, ja. Po kështu që Niko, Nikolin, po Niko zakonisht më thrasin. Vjoj me pyetjet, Ajra. Ti, ke ndonjë profesion të dytë dhe cili është ai? Profesion të dytë. Profesion të dytë është ekonomi turizëm. Që kam marru universitetin këtu në Shkodër, shkollën e mesme kam marru për ekonomi biznes, universitetin tjetër kam bë për aktrim. Kështu që profesioni i dytë është ekonomi turizëm. Vjoj me pyetjet, po Aleja. A ka ndonjë gjë të veçantë të bësh një aktor? Qa fa të veçantë? Mu ba aktor edhe me ken aktor. Mu ba aktor. Gjaja veçantë që mund tjetë mu ba aktor është vetëm pasioni. Kurse tjerat vinë vetë. është një shprehje shumë e famshme që thotë duhet 99% punë dhe 1% pasion. Kështu që ai pasion pastaj me kalimin e kohës fillon e kultivohet brenda ndjenjave tuaja, brenda shpirtit tuaj. Po për mu ba aktor nuk është se ka ndonjë gjë shumë të vështirë. Sepse njerëzit në jetën e përditshme e losin aktorin shumë mirë. E losin më mirë se sa ne në skenë. Por dëshira për me kënë pjesë e teatrit të vërtet, që t'jesh aktor i vërtet, thjesht duhet me e dashur si punë. Çdo profesion duhet. Nuk është se çdo person që mund ta bëjë një punë pa dëshirë e bën kot. Edhe në shkollë kur shkoni me dëshirë. Nuk është si u çojnë me zor. Kështu që puna për mu bë aktor thjesht është dëshira dhe vullneti i mirë për me dhënë një mesazh tjetër në skenë. Po Noel. Më lejo të pyes pak se ti ke luajtur shumë role, po a ke menduar ndonjëherë se si do të ishte nëse një ditë ti do të zgjoheshe dhe do të ishte roli që ke luajt, një rol që ke luajt ose nën petkun atij roli që ke luajt? Ne kena luajtur në skenë role pozitive, role negative, role të cilat ndoshta në jetën e përditshme nuk dona kurrë që mi provu, po nëse do isha zgjuar ndonjëherë e mira do kishte kanë që mos zgju me ato ndjenjat e rolit pozitiv se sa të rolit negativ. Se pastaj cila do jetë vlera jote njerëzore në shoqëni, nëse ti zgjohesh me një ndjenjë negative. Do që edhe ju në shkollë, çdo ditë që shkoni, tek njëri tjetri, besoj që përqoni gjithmonë ndjenja pozitive, edhe tek mësuesat edhe mësuesat me ju, sepse mesazhi që ne duhet t'japim kësaj shoqënie në jetë është që t'jena më të dashur njëri me tjetrin. Kjo është. Vërtet. Edrin. Ti ku ke qenë i vogël, kush ka kënë filmi jot i preferuar? Maj men, dikur ne kena pa shumë filma. Ato që jepshin dikur këto kanalet italiane shifshim. Heidi, nuk e di a mani men ju. Mani men Heidi? Lupen. Sigurisht që Tomi Gjerri është shifet edhe sot, por zakonisht tek rajunu maj men, në orën 7:30 të mëngjesit, Heidi u jepte çdo ditë, edhe ishte një ndër filmat vizatimor që unë shifsha çdo ditë. Pavarësisht se gjuhën nuk është se e kuptosha shumë mirë, se e ndëgjoheshim italisht, po me kalimin e kohës më ndena në fillume edhe e kuptume më shumë.
Në çfarë moshe ju lindi dëshira për të bërë aktor? Po, ka qenë kështu mosha 8, 9, 10 vjeç. Kjo ka qenë dëshiren për mu bë aktor, mu ma ka ushqy baba. Sepse baba gjithmonë kishte atë dëshiren për me shkru skeqe, për me shkru bejta, kështu gjana, kështu që baba ka qenë iniciatori që unë ti hinsha kësaj rrugë. Sepse nuk e kisha menu kur që një ditë do bëhesh aktor. Por dikush duhet që mu bë shtys për me pas një rrugë tanën apo një dëshirë tanën që ti mund të kultivosh pastaj që fëmijë. Eneida, të vazhdojmë? Po, Nisa. Okej. Tani kam për të bërë një pyetje që besoj se nuk e se si të zgjedhësh, sepse është e vështirë. Më mirë dram apo estradë? Kena pat në të dy zhanret. Unë kam luajt të dy zhanrat. Po, Drama të jep emocion. e Pra, vërtet. ne kur në Akademinë e Arteve, ne kur marrojmë metodën e Stanislavskit të shkollë ruse, dhe ma tepër kultivohen rreth dramës, sepse estrada është zhanër artistik, por është zhanër i cili kalim nga rruga, pra teatr rrugët. Kurse drama është zhanër profesional. Por me realitetin që është sot në Shkodër, unë do kisha pas ma shumë dëshirë të jem tek estrada. Për arsye sepse estrada ka dhënë provat e veta që e mush teatrin, ndërsa drama nuk e mush dot teatrin. Sepse të mëndajna janë çështje tjera, por spektatori shkodran e përkra estradën, dënë për me qesh. Ndoshta nga që kanë problematika dhe halle shumë të mëdha si qytet, dojnë që me hup mendjen, sepse shumë njerëz që më pyesin, edhe kur kena pas estradën, që bashkë kena kanë koleg, më pyetsin a ka bileta për estradën, i thosha që kanë marru. Ndërsa kur i thosha që kena një pjesë teatrale, dram, nuk ishin fare të interesuar. Kështu që mu do më kishte pëlqyer më shumë me lujt tek estrada. Okej. Për ty, Niko, është më e vështirë të aktrosh ose të luash në dram apo në estradë? Cila është zhanër më e vështirë? Sigurisht që drama është më e vështira, sepse në dram nuk do jesh Nikuja, apo do jesh X-i apo Y-i. Pra do tjetërsohesh si person. Do futesh në botën, në mishin, në gjakun, në ndjenjat edhe në veshjet e një personazhi tjetër. Kurse me estradën, estrada është, mund të thonë në thojza kavat. Estrada është është humor tavolinet. Kurse drama është një zhanër i cili është shumë i vështirë për të kuptuar. Prandaj janë 5 vite që bëhen shkollë për me dalë aktor. Kurse me estradën mund të vish edhe nga rruga, mund të lush në skenë. Mund të kesh një talent, a kupton, sepse nuk mund të jesh fill ashtu, por mund të kesh një lloj talentit për me lujt estradën. Kurse drama është zhanër artistik shumë i ndalikuar. Estrada kërkon që të kesh humor. Po nuk line me humor, ti jesh pjesë e estradës, është pak problem. Ju falenderoj për konfirmimin. Po e bukur është që tonë lidhin duke qohë. Ne këtu në Shkodër, humorin e kena të linun. Deri dikun. Por me bë humor, me bë tjerët me qesh është pak më vështirë, se me qesh, okej, na bëjnë tanë pothuajse. Unë sante kam qeshat shumë me Ernin, i cili nisje të emisionit, Noel kaloj pak mikrofonin Ernit. Ashtu najt pak urt, hajde. Erni, kur ju prezentova, si më thaj njëherë kur mora vesh se ka emrin e Neida? Mendoj se kishe me emrin e Neida Tarifa, si prezentuesja e Portokallis. Po kush mora vesh se ja? Neida Kruja. Kush është ja? Erni më tha... Mesa e Gzim Krus. Erni më tha me njëherë në takimin me mu, që pse tha, je tha Mesa Gzim Krus, ta te i tha që kirante, mo Erni nuk i të po galat. Do vazhdosh me energji? Po. Apo vazhdon me pyetjen për Nikon? Si të lindi dëshira për të bërë aktor? Ishte baba e që e nisi këtë. Të si rrugtim, apo si
si iniciativë që unë të nisja rrugën e artit. Ju thashën, pra, duhet me kanë dikush që duhet për më bashtys. Nuk linë, çdo gjë nuk linë nga hiçi. Pra duhet nollin diçka që me vazhdojnë një rrugtim. Unë i thashë herë një të vinë me energji në kosha Noelin që më qeshë. Jo, po më vite me qese, po prisha nga moment me fillu një luft këtu se Enida është aktore e humorit, ti e aktore dramet. Jo, po Nikoja është edhe pjesë e humorit, e estradës. Unë drame kam pa. Nuk të ka qëllu më artë e estrada. Nuk i shkajmë kafe, atë ku ka kanë estrada. Ku ka kanë estrada. Po mirë se, më falë të shti se mora fjallën këshun, po mirë të humori, po ti merë pjesët e në kamrat fsheta. Në kamrat fsheta, ajo është mes dramës edhe mes estradës. E është të fsheta. Në nollin në një... Po mirë, nga të rego pak eksperiencën si u fute, a ke pos në i hatërmetje me kujtja ke bë kamrën e fshet? Jo, shiko, kamrat e fsheta unë i kam nisë vite ma për para. Nuk është se i kam nisë tesh. Por tesh ka ardhë një lloj, po thona një lloj ofertët për një televizioni tjetër, për me realizu disa kamrat fsheta në një emision, por që ka raste që në nullin edhe surprize, sepse na thojnë që duhet keni kujdes, sepse ky është person i rrezikshëm. Edhe kur ne fillojmë kamerën, presim rrezikun tash që të na vinë, e me ai person që është kaq i rrezikshëm, del transformohet krejt tjetër. Ai personi del më i urti, Del më i urti dhe ne si duhet në moment duhet për me gjetë formën se si ku ta çojmë muhabetin se ne na nis krejt për një gjë tjetër, se ky është i rrezikshëm, atë shi kalojmë krejt një gjë tjetër, kështu që në kamerën fshehtë gjithmonë nollin surpriza. Kështu që apo na zbulon një surprizë për shkakun që të kanë olli, në kurioz ju se unë për veti jam. Surprizë, për shkakun kam pas një kamerë të fshehtë që kena bërë tek një butik në Tiranë, një djalit, na thonë që ai është person shumë agresiv. Ai ishte nga Fieri, ka qenë në Big Brother. Po. Doli jashtë për shkak se u gri me meritonin për një rrip pantallona, ku dijon se ç'a. Po, edhe nuk e preferoj tha këtë lloj spektaklit e drejt atij doli jashtë. Apo e kam pa këtë kamerën e Dhe ne na thonë fshehtë. që keni kujdes sepse ky është tip i rrezikshëm. Kuptimin jo i rrezikshëm se të pandam, po bërtet çon zanin, mund të shtyjnë me durë edhe mund të godasin. Ja shkojmë ne, Gjoja si inspektor të tatimeve të Tiranës, me begje me gjitha, për me sekuestru gjithë mallin, sepse ishte malli falso. Ai ishte krejt në rregull me letra, me tana, ishte asnjë gjë, po ishte krejt malli falso. Dhe kur vjen shef i ato begjet që ashtu, ishte personi më i urtë, o zoti i madh, më thonë, u duhet të përmegjet një lloj mënyre, një lloj forme se si me ditë për mu sjell me tek. Kështu që kamrat e fshehta gjithmonë t'japin surpriza. Ambri. Kalem mikrofonin të Ambri. A të pëlqen më shumë të luash në teatr apo në filma? Unë kam luajt tek një film artistik me regjisor Fatos Berishën, i cili e kena zhvillu në një fshat të Ulqinit, por që kam ballë një vet, edhe unë kam ballë një film amator, film artistik, në nivele amatoreske, me shok, e kena ballë thjesht për qef, por teatri të jep komoditet. Pra je ma komod në aspektin geografik. Pra je aty në skenë, kurse filmi don ma tepër impenjim. Sepse do jesh në vende të ndryshme, do jesh me persona të ndryshëm. Pra ke ma shumë impenjim në film se sa në teatr. Po edhe filmi ka magjina vet. Përpara se të shkëputena për një hapësirë të shkurtër publicitare, Është momenti i falënderimeve. e vërtet, duhet falenderoj DSL Studio që qëndron besnike në këtë edicion të Star Kids. Dhe shumë ka baka është bukur sante. Faleminderit. Shumë falenderës dhe ju
kërkoj që ti shikoni ato fotot edhe rregullime që bajnë vajzat në DSL Studio në Instagram. E meritojnë sigurisht. Një falënderim tjetër shkon edhe për Baby Rose Shop që i bën jo vetëm mu, por gjithë fëmijët e qytetit mund nisi yje. Edhe një falënderim tjetër shkon për dyqanin Hapa Dullapa në Parruc, që tani që po vjen vera ka marrë dhe koleksione të reja, shkoni dhe shikoni. Dhe Nisa ja hap dollapat për me gjetë outfitet, Si mendoni që falënderimin tjetër ta bëjmë të tre bashk? Falenderojmë shumë. Burger King, se e meriton se ne ngopena për ditët. Qëndroni në Star Kids në Star Plus, rikthena pas pak. publicitet. Ky emision mundësohet nga Hotel Golden Palace, i pozicionuar në qendër të qytetit të Shkodrës me arkitekturën më të veçantë e mëngjesëse. I projektuar dhe zbatuar me 5 yje, është padyshim hoteli më i arrir në të gjitha drejtimet, me kapacitetet prej 66 dhomash luksoze, suita të pajisura me jacuzzi, dhoma me vaska e të tjerë, me 2 salla konferencash, me pishina, sauna, palestër dhe parkime të dedikuara. Kuzhina perfekte me bazë gatime shqiptare dhe italiane. Me një bar dhe pasticeri me shije unike e shumë shërbime të tjera, e bëjnë këtë hotel unik në cilësi dhe standard. Një staf dhe një shërbim sa profesional, po aq edhe miqësor, që në qendër të vëmendjes ka klientin. Është një vlerë e shtuar. Hotel Golden Palace ju mirëpret. Në zemër të Shkodrës, aty ku orët kalojnë pa undjer, Piazza Park. Për fëmijët, Peter Pan, i sigurt e i kënaqur. Pizza në dru, të gjitha llojeve dhe pasta. Kuzhinë e larmishme, tradicionale dhe perëndimore, me bazë peshku e mishi. Shijojeni me familjen apo miqtë tuaj, aty ku pritesh si mik dhe ndjehesh i shtëpisë. Piazza Park.
sërish së bashku në studion e Star Kids për të nisë intervisten, për të vazhdu intervisten tonë. Niko, deri tash si po njesh? Prania t'jesh afër me fëmijët sigurisht që mund ta quaj një magjin veti sepse t'japin një lloj kënaqësie. Na kujton ata kohët kur ishim fëmijë dhe kështu që është shumë mirë t'jesh mes fëmijëve. Unë kam një vajzë të vogël, kështu si puna juaj, kaq të vogël si jeni ju. Na lejo ta përshëndesim nga Star Kids. Përshëndesim. Po, jo. Po. Me që rafjallet e gvaza e Nikolinit, mund të bëj një pyetje? Ja, s'ka gjë, fal, thuj. Okej. Pyetja ime ishte në lidhje me vajzën, me që kaluve tek ajo temë. Tani, a do ti që edhe vajza jote të ndjeku rrugën e artit, siç ti? Asnjëherë. Forse nuk e kuptoj kur këtë fund. Asnjëherë. Nuk ja mohoj, nuk ja ndaloj. Do të thonë, ne janë dhënë disa shfaqje fëmijësh në teatr. Dhe që ta dini ju, vajza jeme del e fundit nga skena. Pra vinë mjeshtrat e skenës, të cilët rregullojnë rekuizitën e tjera, dhe vajza jeme duhet me e nxjerr me mik jashtë, se nuk del. Por, për t'ja ushqy rrugën e artit, unë, si Nikolin, nuk do t'ja ushqej kurrë. Unë e me gjoj herë mas heret, dhe ja thash edhe herën tjetër me rritës si pyetje në intervistë, se gjithë që janë pjesë e artit, nuk dojnë që fëmijët e tyre të vazhdojnë rrugën e artit. Pse, si mas mendimit tanë, Niko? Shiko, me të thënë drejtën, me këtë lloj realiteti që është kriju sot, unë mund ta quaj një gabim fatal që kam bërë në jetë. Ti jesh aktor. Vazhdoj me pyetjen pse. Sepse të jesh aktor sot në Shqipëri është fatkeqësi. Jo fatkeqësi se faleminderit Zotit. Prit. Se nuk kam është çështje që t'ju shpjegoj ju, por edhe ato që na ndëgjojnë. Okej. Është fatkeqësi në kuptimin ekonomiko-social. Sepse njihesh i papagum, njihesh i pavlerësum, dhe aq më tepër që mendoj që është më e rëndësishmja ato njerëz të cilët ti pretendon për me të duar trokit kur jep shfaqje dhe shef që traqërek të sallës është bosh, kush do me të duar trokit? Karriget? Kështu që nesër mas ne me këtë realitet që është sot. Sepse për ato që të cilët bahen prej në kuptojnë shumë mirë se çka do me thanë të jesh aktor dhe të paguhesh që gjithmonë sa vjen fundi muajit do thush se kur po del rroga se kështu që prandaj unë nuk do t'ja ushqej kur artin. Flas artin në përgjithësi, jo vetëm teatrin apo aktrimin. As regjizur, as muzik, as i gja. Ndoshta ato të cilët na ndëgjojnë mund të më gjykojnë, është drejta tyne. Nuk ja ndaloj. Qofse më thot bab, du me njek, nuk ja ndaloj. Por nuk ja ushqej. Po, okay. Këshill që do të analizoj edhe unë, se më duket. Ndoshta me kalimin e viteve mund të ndryshojnë gjanat, po. Të shtik, kthena pak te vajza jote. Unë kam ndihmë që më thënë me të fut me mik, po me të zjarr me mik. Po kështu është ajo. Ajo kështu është. Ajo sa shef teatrin, unë nuk i bi ka teatri. E man godinën e teatrit, thot babi teatri. Do të thënë, nëse unë bëj ndaj gabim kështu që kalej rastësisht ka teatri, po nuk hini aty. Dini tan atë zonë. Dhe me thonë, vjen poshtë ajo që se ati që nuk do t'ja ushqej. Niko, më duket do e ke shtirë. Si tjetë risko. Do të vazhdojnë me një rrugën e babit. Si tjetë risko. Këtu kja me kënë. Këtu nuk jam albaj. Star Kids pas 20 vitesh. Kisi. Kur ke qenë vogël, atë ka pëlqyer të jesh aktor, apo ke menduar të kesh një profesion tjetër, sepse dhe unë tani kam shumë qejf të jem aktore. Niko, mos u bëj aktore. Nuk thash vajzën teme, unë nuk thash për fëmijët. Ke drejt. Nuk thash për vajzën teme, unë nuk e thash mas shkoni. Para se Niko ja kthejmë përgjigjem, lejo të them dy fjalë si pjesë e artit.
Për gjithë secilin që është në art, është pak e vështirë që të orientojmë familjarët ose ma të veçdit ton drejt artit. Shpesh herë Niko dhe mu kur më pyesin i them ndoshta fëmijët e mi edhe nuk i them. Nuk janë aloj, por nuk i them. Prindët e mi nuk kanë qenë shumë dakord që unë të jem pjesë e artit. Edhe sot jam përballë televizionit edhe përballë prindëve të mi, gjatë kohës që jam në intervistë me ty Niko. Dhe unë e di që është e vështirë edhe pjesa ekonomike, edhe pjesa sociale, edhe përkrahja, por ne di se për personat ose njerëzit si ne që e kanë një pasion, është shumë e vështirë me një ndoshta deri diku në anën ekonomike, sepse është ai pasioni që nuk të lën për me ik teatrit, me ik skenës, me ik dëshirës, për me kënë pjesë. Sa bukur e citoj jeni dakruja. Shiko, ka diçka që unë mendoj që mund të jetë shumë e vërtetë. Për më nik rrugën e teatrit sigurisht që duhet pasion. Një ndër pasionet e mia që është me kalimin e kohës është kultivu ka qenë edhe televizioni. Unë kam fillu si gazetar lajmesh, kam qenë drejtues emisionit, kam qu projekte në për televizionin në Shkodër, por që kur shef që dyert të mbyllen dhe nuk ke përkrahje, ai pasion pastaj humbet. Kështu që prandaj them që njerëzit kanë nevojë kur dikush të thot kam nevojë për me shpërfaqë diçka tek një X institucion apo kudo qoftë, e mira është që duhet për minimumi, duhet për me ndëgju se çka do të thonë. Në momentin që çdo personit i mbyllën dyert për një X arsye apo për një tjetër që unë nuk e di, atëherë ky pasion për çfarë duhet për me kanë gjallë? Ky vdes me kalimin e kohës, edhe kështu që nuk ke pse më marr mama atë punë. Kështu që prandaj them që pasioni nuk metet gjithmonë kur ti shef që nuk ke përkrahje. Okay. Pasioni zhvillohet kur, shiko, nëse nuk të jep dikush dorën, nuk mund të ecësh dot përpara. Nëse nuk do më thotë baba që ecë edhe i fije, thuje këtë vjershën, thuje këtë poezinë, unë nuk kisha si me vazhdu ma me poezinë. Kështu që kjo është mendoj që është shumë e vërtetë. Të shti unë kam prankojnë që po më thret Erni dhe du me dit. Erni që po rrini urt dhe nuk e di pse. Du me dit. Qa ke? Dënë pytje? Po. Unë kam dy gjëra me thënë. Po. Një është një pyetje edhe një bërsalet. Fillo me pyetjen. Nuk kam gisht këtu. Kur bën kamera të fsheta, kur e mshi kamerën tim? Tash kjo është sekret profesional. Nuk mund të Kjo thuhet. është sekret profesional, nuk mund të na thonë. Kështu që kamerat e fsheta janë gjithmonë sekrete profesionale, kështu që nuk mund të thuhen. Falë, se edhe sot i tu na bë kamerë të fsheta, po? Jo, Ta dim. unë vetëm një mikrofon e di që më kanë vuj kaq. Niko ja është mik shpiton mërvur. Ha, Erni. Unë kam një bërsalet, fëmija dhe babi. Fëmija i thot babit, që dhe me thënë fjalla burë, thot mu babi, fjalla burë dhe me thënë që ti me bë diçka në shpi. Që me thënë fjalla burë dhe me thënë me bë që dhe është në shpi. Pa. Burri, jo babi. Edhe i thot fëmija, aha, ona pas ka më bë burë si mami. Kush të mësaj Erni këtë pasonet? Për festën e 1 qershorit. Okej. Po pse e the që ishte shmë? Apo nuk të duru? Okej, faleminderit. Sot. Po, unë s'kalem mikrofonin te Edrini. Po të kishe pasur një rrugë më të mire, a kishte qenë e vështirë që të jesh një aktor? Shiko, kjo them edhe diçka që është shumë e rëndësishme edhe që ta dini mirë, po shumë e rëndësishme. Për me lujt në skenë, pra, për me kënë aktor, në qovë se ti dënë që me përqu emocion tek spektatori dhe ta bash punën ashtu si që duhet, një aktor apo një artist nuk duhet për me e pas menën
a do më mjaftoj mu rroga për t'jetu dhe për të majtë familjen? Se a do e ketë memën të roli, të personazhi, apo do e ketë memën të këmjetesa? Janë dy gjëna krejt kundërta. Sepse në botën e jashtme, aktori nuk ka rrogë. Aktori punon me kontratë, kështu që po janë kontrata jo kështu me pagesa të vogla, janë kontrata sa marrim ne për 10 vjet në të marrim për i projekt. Kështu që prandaj them që për me kënë aktor duhet me pas disa kushte ma përpara për me dash me lujt në skenë, me e ba punën siç duhet. Vjoj Mones. Tani, pyetja ime është që unë di që ju jeni bërë kryetar i sindikatës së aktorëve. Por pyetja ime është se për çfarë do e ngrini zërin dhe çfarë ka nevojë aktorit të ketë? E para punës, si kryetari i sindikatës institucioneve të kulturës, për me dash për me ngrit zanin, duhet me pas bashkëpunim. Dhe bashkëpunimi është zero. Kështu që për me kënë kryetar sindikatet duhet që me të digju dikush. Nëse ti nuk gjenë bashkëpunim atëherë për që? Për që do e qërë ose ma mirë linë pyetja kujt do në mja që zanin? Këtë me mrojt. Kur ty nuk të dëgjon askush, do bësh monolog me vetveten? Do bësh monodram? Kështu që prandaj them që duhet me pas ma shumë bashkëpunim me njerëz me tjetrin. Qoftë nga ana institucionale, nga ana profesionale, nga ana shoqënore, por edhe nga ana njerëzore. Okay. Po ndiqni emisionin Flasin pa dorashka. Enejt, po të shoh që po bën stop, nuk ka më pyetje për tani, por a mund ta bëj dhe një shumë të shkurtë, të lutem? Se që nga përtajnë. Tani, pyetja ime është, më mirë ti jesh aktor në një shfaqje apo regjisor i saj? T'ju tregoj edhe diçka tjetër, që ju nuk e dini, pak kush e din. Kur marrova 3 vite, sepse Akademia Arteve është 3+2. Ka ken 4, është ba me sistemin 3+2. Marrova 3 vite bachelor për aktrim, edhe mendova që masterin, pra 2 vitet e masterit, mos t'i vazhdoj për aktrim, por t'i vazhdoj për regji teatrit. Konkurova për regji teatrit, dhe për 2 pik nuk fitova. Për 2 pik ishte marrë një djalë tjetër, që ishte nga Tirana, a i kishte marru për ekonomi biznes, bachelorin, edhe vazhdote masterin për aktrim, për regji teatri. E fitoj ai, që kishte marru bachelorin për ekonomi biznes. Dhe për ironit fatit, marrë semestri i parë, në semestrin e dytë ai e la shkollën. Pra nuk e noqi ma, atë si dega, po si master, që që edhe ai meti jashtë, edhe unë meta jashtë, po ti eshtë regjizor, ndoshta ke ma tepër komoditet skenik, por dënë ma shumë njohuri personale, mi shumë gjana për me dash për me drejtu një shfaqje. Po. Sa vjetë ki qene kur ki hyrë për herë të parë në skenë? Për herë të parë, majmën ka pasken një vjersh, u qutë Fallgjoria, e kam lujt në skenën e teatrit Migjeni, po, dhe kur kam dalë në skenë për herë të parë, me zi lexosha Germat, sepse ka shumë emocione kisha, sa më drillte edhe dora. Kam kenë diqat 8 vjeç, mas u gabosha. 8 vjeç. Ka kenë shumë i vogël. Më kenë shumë i vogël. Tani do të vi me një pyetje shpërthyese Rona. Nga Noeli, apo jo? Thash se po ma jepshe mu. Cili ka kanë aktrimi jot i parë? Aktrimi jem i parë, thash, kam dalë me këtë Fallgjoren, dhe ka një vjersh, kurse për aktrimin e parë, mas u gabosha ka një komedi, që i kena pas vu të teatri Lirikumit, Fra Valentin Rokut. Kam kanë shumë fëmi.
djali do nu, se diçka e ti, po nuk e majmën. Por e di që e kam nis me komedi. Tanë fjalla për ty, Noel. Faleminderit. Unë nuk I kam këto shpërthyset, po nëse jeta jote do t'ishte një film, cili do t'ishte titulli I saj? Ti ke pyetjet me më. S'ke nevojë për shpërthim ti. Po ta kthej përgjigjen nesër, sa të mendohem pak. Nuk e... Jo, unë thash se po pret më rrit buxhetin vendin tonë me e bë këtë film. Ja, jo ma buxheti s'rritet, s'ka për të rrit, po. Nuk e di. Nuk e di. Nuk e di, jo. Nuk ka një përgjigje. Nuk kam përgjigje. Një titull për... S'kam. Po mirë, po ta bëj kështu. Minuti I preferuar I filmit tan, jetës tane pra. E përkthy me nësh pika kulminante e jetës tane. Dertash. Pika kulminante e jetës teme. Minuti për. Pika kulminante e jetës teme, ndoshta mund kishte kanë inshallah me del në një mundësi për me ikë për këtij vend. Presim. Që me të thanë? Që me të thanë? Pra, Niko, dhe ti drejt rrugtimit për me lanë këtë vend. Po. Shiko, ka një gjë. E kam thënë me Savion Niko dhe një. Ecë edhe I tjetër. Pra, ja, një të shi, se s'jam të diftu ma tepër, një. Ja të shi ma tepër, s'po t'i zjarë I gjitha këto? Ka që vetëm një. Një. Jo, Iku edhe një. Iku edhe një. Po mirë ma të shi, që kene me bo? Du një duar trokitje për Nikon se ju ka zanë zhumin, duke. Vjoj me pyetjet, Alea. Edhe unë kam dëshirë të bëj një aktore, si mu ta nis karrierën time. Unë jam shumë e lumëtën që në studio kam fëmijë ardashës, se cili doni me vazhdu rrugtimin tuaj për qenë aktor, artista, apo jo, kështu një gjova pak ma përpara, por pas kena gjithë personin e duhun për me në lanë kurajo që me vazhdu rrugtimin. Kjo pyetje do të vlete për mu, por fillo Niko përgjigjo. Në që se ta në përgjigju e ti të Niko e Jo, pari. shiko, thjesht duhet që ta ushesh si pasion. Pra, shikosh filma vizatimor, të njekësh faqet teatrit për fëmijë, të njekësh edhe shfaqjet tjera të teatrit, por që rruje këtë pasion. Rruje pasionin edhe ban që ato të zemra. Okej? E ne, Niko, si është sot brezin e ri drejt artit? Me që unë alme të kjo pjesë. Unë e di që ke marrë pjesë si regjizor në një shkollë gjimnaz? Po, është festivali I shkollëve të mesme. Si është të rinjë sot në artë? Si e vlerëson? Shiko, ka 5 vite që ne punojmë me festivalin e shkollëve të mesme. Në këto 5 vite, unë kam punu me disa shkolla, dhe nga gjitha të nxënës, një vajzë që ka kënë të shkolla Shenaze Juka e kam njekë rrugën e artit, që sot është në Turqi, një djalë tjetër që ai ka shumë dëshirë për me njekë rrugën e artit, edhe ai ka dëshirë për me vazhdu për aktorim, kanë nxënës të cilët kanë pas shumë talent. Kanë pas talente nga më të ndryshme. Dhe pyetja jame që zakonisht I bash edhe këtyre nxënësve ishte që cila është dëshira juaj për me vazhdu më vonë. Pra, që keni dëshirë për më u ba? Dhe pak kush ka kanë për atyne që thote du që me njek teatrin, apo du që me njek muzikën, apo... Pra, gjithë kishin, dhe me thënë, një dëshirë tjetër. E shifshin teatrin, e shifshin si një lloj hobit. Pra, nuk është se e shifshin si një lloj profesionit, ato janë pak më të mëdha dhe janë edhe maturanta. Por që e shohin më tepër si një lloj hobit se sa si një lloj profesioni. Unë po vere Niko që Noeli më ke ka zëvëncu me Ernin. Do vish vitin tjetër në Star Kids? Do zëvëncosh Noelin? Qa thuti më? Thash për I live je mundësi, po mos e te projni. Me që I le mundësi Ernit, fillo me pyetjen për Nikon. sa vite ke që punën në aktim tim? 9 vite. Plot 9 vjetë. A mund ta vazhdojmë pyetjen e nejtë lutë? Okej.
Tani, unë di që disa vite më parë, në Gjuhëdël, në një shfaqje, është shembur një ndërtesë, le të thojmë, e vjetër. Ma kujta. Dhe tani, aty ju keni shprehur që ato ndërtesa karakteristike duhet të riporohen sepse janë shumë të bukura. Po. Dhe tani, edhe sot, ajo është në të njëjtën gjendje, pra e shembur. Dhe çfarë komenti keni për këtë gjë? Tash këtu nuk është se po t'i them gjitha, por që se pastaj po na mërziteni, sot e kësaj dite, unë pikërisht nga ajo gjë, vuj nga hernja diskale. Kam 3 unaza televizona, të cilat masi që jam vizitu pikërisht kanë ndodhur me kalimin e viteve. Kupton? Kështu që sot të kësaj dite nga ajo gjë, të cilat nuk u marr asnjë mas, që vazhdon që të mos merret as si mas dhe nuk ka për të marrë asnjë mas, ajo do vazhdojnë me ato gjëra që është, sepse si duket turistat që vinë duhet që mi pa gjërat ashtu siç janë në realitet. Por edhe diçka, është diçka shumë e mirë që ju keni shpëtuar për bukuri dhe kemi akoma një kreve për arti si ti në teatrin Mixheni. Shumë më faleminderes. Çka kanë? Jo ma asnjë gjë, thjesht ka ndodhur një kështu, ka pasur një pjesë e sovatimit edhe Shembje, Noel, shembje. Njerëzit kanë menduar që ja pjesë e shfaqjes, kështu që kanë menduar që është bën shfaqje kështu. Po kështu ndodh këtu tek ne, duhet kështu ndodh. Po pritura. Unë mendoj të vijoj me pyetjet e bukura nga kuklla Arja. A i zonë në herë në një aktor tjetër? Ka pasur raste. Me Neida në zonë në herë? Ja, nuk ka serja. S'kena pasur sy Neida është e qetë, është tipi mirë. Estrada nuk t'jep shumë arsye për mu zanë. Drama nështë është i fije ma ndryshe, po kena pas raste që jena zanë me kolek, po quhen këto grinjet e mira. Profesionale. Që nuk është në një zëng, kush e di se qa. Është zëng profesionale. Puna i ka këto, po nuk bërtiten, punë nuk punën. A i vajku? A vjoj me pyetjet? Vjoj me pyetjet. Po. Kalojmë tek Edrini. Ty të thrashin Lini dhe të thrashin Niko. Por atë thrashin Mr. Linin thrasin masi që në kora ajo pjesa së vatimit. Por atë thrashin Mr. Fraketa? Pas. Ja. Këtu jo, nështë Kur ti kun jash? Është jashtë. nështë na i thënë tjetër. Regullini. Artur, Herë më vjen edhe mua dëshira për të bërë aktora, do ma sugjeronit këtë? Amor Niko. A do e sugjeroj Arturit që me ken aktor? Pa tjetër, me zemër, pa tjetër. Ti esh aktora gjë shumë e bukur. Është shumë e bukur, ban që të thot zemra dhe uroj të shofim në skenat e mlaja, jo vetëm ty, por gjithë fëmijët e kastit. A jeni dakord? Po. Falja. Okej. Casey, mirë. Nga kush e ke pasur mbështetjen më të madhe për të bërë aktor? Tash, iniciatori ka kënë baba. Këtu rrimne. Ja bani vetë pyetje. Edrini ka komente pasi edhe unë kënaqë. Erni, më falë, o zoti më falë. Edhe ti Elida Tarifa thuj. E pranoj. Mlen t'jap një pyetje, të lutem. Shkoda ka Barzaleta, mund të bësh si një? Po ku zdi Barzaleta unë i shpirë? Ndi veç drama. Ne të lejume. Nga Estrada, se... Sti, nuk është di Barzaleta, jo. T'ja japim Alias tash
Ose një bejt, Ose të thëmë Mend ka pas një bejt në fëmini. Jam një bejtagji, kam marrë në angazhim me shkru për një kujshi që nuk din lexim as kënim. A, sa bukur. Fjala është për një fallgjesh me vjet të 60, tonë logjin ka që pesh me filqen fatin të i gjetë. Prit. Në dhe herët para 7, kur mami me zhën nga gjumi, para deres rreshtohen gratë me lexu filxhan të lumi. Dreqin lumi ka fut në shishe, kur filxhanin e lexon, disa lanë edhe 5 mishe, kur në e 3 ajo zbulon. Qëndrojmë të fallgjore. Njof një gru e quin Mari. Në një derë është abonu. Ka hargju rreth 500.000, lumi vajzën mi feju. Një këtu thot ka dal një birë, këtej ma nejt del një hardhuc, me vjeher nuk shko ke mirë, do është këti me e fut në biruc. Dy rrug dali me flak kuqe, e do lek po t'hika në shpi, po të jap një lejmë burbuqe, shpet t'i kemu ba me fmi. Lum, ma spyt hiq për pazar, ma shiket t'i mirë filxhanin, po t'veshi t'y krejt në arë, a ma dan vajza e ranin? Me këtë pun lumi del dam, ka që me këtë punë lumin del dam. Nuk se di dhe se maj mend, po... Ishte shumë e bukur edhe direktën. Kur ke luajtur ndonjëherë pjesë humoristike, a ke qeshur dhe për vete? Po, ka pas raste që na ka gazin të skenë, sa mundet. Ndoshta një tjerë vëllë në ka kap gazi, po Niko jashtë një... E kamuflon kaq mirë situatën si aktor dramet, sa që unë që e kisha afër Nikon, kaq shumë vite me qesh, vetëm të pa Niko se si nën qeshte. Kështu që e ka kap gazi, po nuk e jep vetin, e kamuflon mirë. Nuk është mirë me të marrë intervistë kolegi. Me gjohet situata, me gjohet. E nejta mund të vazhdojmë të një vitin të një. Pa tjetër. Faleminderit. Tani, ju vetëm tek atë këtrimi, por po ashtu edhe tek prezantimi. Dhe pyetja ime është që tek ai emisioni juaj, po quaj, me rrëfime, cili është personazhi që të ka emocionuar më shumë me rrëfimin dhe historinë e jetës së tij ose së saj. Dhe kur ta thuash secili, përse? Shiko, ka një emision i cili u nis me një dëshirë shumë të madhe, por që vdiq rrugës. Që që prandaj them që ëndrat dhe pasionet prehen mes, nga mos mbështetja. Unë kam pas shumë personazhe, dhe personazhet e kam nis bashkë me një koleg, me një shok shumë të mirë, por që personazhet kanë kënë nga më të ndryshme. Kam pas një nan, kam pas një gru e cila punote në një qendër sociale dhe tregote se po do me pru këtë rastin e fundit që ka ndodhur në qytetin e Shkodrës, që gazetarët e dinë shumë mirë se çka do të thotë të vdes nana me fëmijë e tjerë. Një nanë e cila, një djalë i cili në moshën 14 vjeçare, masi u shehet nga babai për urrejtjen ndaj nanës, kur bëhet 14 vjeç, ai vret nanën. Pse? Sepse e ka ushi hjati, i ka thënë që nana kështu, nana ashtu, dhe kështu që lind. Por megjithatë, ka shumë histori të cilat ai ka kanë emision i cili më tepër ishte shumë emocional. Por që ne jena në Starkiz dhe mbledh ta provojmë pak në ngjyrën e bejtave. Am lejohet? Është një, do thënë Niko na tregoi pak deri dikon si dram le thona ne Niko për fëmijët. Por që metet vazhdon të marrë përmendimin te metet se besojeni më saktë sikur është një film, jo e vërtet. Sepse jeta është shumë e bukur, prindët janë shumë dashtun edhe shumë përkrahas karshinesh, dhe unë nuk du me pranu dhe me besu që ka prind që tregojnë egoista karshi fëmijëve. Ne kena prind shumë mirë dhe shumë dashtun, dhe unë e besoj që prindët janë përkrahja ju i mamalle. Ndryshojmë atmosferën me bejten e Noelit. Unë po e provoj, po mas mblenin bol që ishtë një pak. Okej. Unë me datë 12 maj do jem teatr, këtë rasti bejtagji, nuk e dija ka marrë vesh kush për shfaqen që do zhvillohet. Unë e ka marrë vesh në Po, e dina. Ju ftojeni të ftumë tanëve. Faleminderit. Me të thënë drejtën, po kam pak hall,
Po s'kam qa bëj, kështu është bejtari. Ba me pas barkun më të madh, isha duk si besqinari. E bukur ishte Noel, e bukur. A mund të më dhoni një pjesë humoristike? Okej. Besoj. Tani para pak ditësh, kur ishte dita e luleve, ne aktrimi i Qendrës Kulturore të Fëmijëve për ca pjesë humoristike të vogla. Njëra prej tyre ishte dhe ajo që tha, më ndihmo pak me emrin? Erni. Djalës? Erni, okej. Sofa emri? Dhe është kështu, bëhet me 2 veta. Me doktorishën të ndihmoj unë. Okej. Jam pak rritën? Okej. Po si? Desh më fal se do të kaloj para unë. Kra vazhdo. Vlerësoj qik, Niko. Doktorish, po, kam vra kamen. Urzova. Okej, të vizitojmë tani. Doktorish, kam vra kamen. Po e morë provës se ke vra kamen. Okej, mirë. Po të thëmë kam vra kamen, ja syt. Po e di se ke vra kamen e jo syt. Po nëse i kishe pas syt në rregull, nuk ishe në ngrop me vra kamen. Interviston po i vjen fundi dhe ishte një intervistë shumë e sinqertë dhe e bukur Edhe e me nda me Nikon, por pa e mbyll Niko kërkoj një këshill që mund t'jepsh fëmijëve. Këshill. E para të mësoni sa ma shumë në shkollë. Të jeni të dashur njëri me tjetrin dhe të jeni mirënjohës ndaj prindve tuaj që sakrifikojnë për ju. Patjetër. Shumë faleminderit për intervistën Niko, shumë faleminderit miqtë të Star Kidsit dhe Star Plusit që qëndruat me ne deri në këtë orë të vonë për fëmijët. Ju le takim për kurën që vjen, natën nga Star Kids. Natën! Ky emision mundësohet nga